Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Reze Dielli. Është një ditë me shi sot, por ne do të mundohemi që këtë hapësirën e Reze Diellit t'ja sjellin sa më ngrohtë dhe sa më me rezatim. Sepse sot do të flasim për një nismë shumë të veçantë, në fakt që vendos Shqipërinë në hartën kryesore të gastronomisë botërore. Për gjatë gjithë muajit nëntor, por zhvillohet për herë të parë edicioni i kuzhinës shqiptare në botë. Platforma Alp Chef ka menduar që të gjithë shefat e kuzhinës në mbar botën, në qytetet kryesore, të japin më të mirën e tyre për të përfaqësuar kuzhinën tradicionale shqiptare, sepse kuzhina nuk është vetëm një shije, por është histori mbi të gjitha. Tregon shumë mbi kulturën e vendit tonë. Se si po procedohet, se si po përfaqësohemi ne në botën e gastronomisë apo në gjitha qytetet kryesore të Evropës, do të flasim pas pak me Sokol Prengën, do të tregojmë diçka më shumë rreth kuzhinës tonë në përballë, si ajo na përfaqëson më së miri. Kemi sot rubrikën Bëje vetë me Stella Nikollën, do të tregojmë një shampo komplet ndryshe nga shampot që jemi mësuar të përdorim në përditshmërinë tonë, gjithmonë duke orientuar drejt produkteve natyrale. Ajo do të sjellë një shampo sot me sodë, se si do ta përdorni ju dhe çfarë efektesh do të ketë në skalpin e flokut, na ndiqni. Plus edhe një balsam për një flok plot shkëlqim edhe me butësi natyrale, gjithmonë duke përdorur produktet që ne i konsumojmë dhe i kemi në tryezat tona. Gjithmonë duke u fokusuar tek rubrika Bëje vetë, ju jeni tashmë ata që selektoni dhe përzgjidhni vetë produktet natyrale për t'ia ushqyer lëkurës tuaj dhe flokut tuaj. Ndërkohë, shkojmë në kuzhinë, sepse aty na pret dhurata Dino, është shefe kuzhine, kemi patur shpeshherë të ftuar në programin në kuzhinën tonë për faktin se Albana mungon sot, po, dihet që mungon sot, e di që do ta bëjmë këtë pyetje, por për shkak të angazhimeve profesionale, ndaj sot do të gatuaj me dhuratën. Mirë se erdhe. Si të kam? Si e? Mirë më dukesh. Mirë, faleminderit. Nga Korça janë marrë gjitha produktet e Zajretë, keni mbaruar me përgatitjen e të kemi mbyllur. Dhe përdorim armen tani për një lakror, për një byrek, qiqrat po ashtu. Po. Zajretë të tjera që do t'i tregojmë, i kemi aty, një kek, çfarë do na gatuash tjetër, se i zbulova pak me ajca dia. Të bëjmë një kek, mund t'i themi dhe tradicional, po edhe është pak edhe tradicional edhe modern, është me karota, me rusht të thatë, me ara dhe me një djath mascarpone që është qeshi ambitor, do me thënë që i vjen është shumë i mirë. Pastaj do bëjmë dhe një byrek me lakër turshi, siç e kemi neve tradit në Korçë, mendoj vetëm neve e kemi, po është edhe shumë i mirë, është sezoni i saj. Lakrën e arme e kemi bërë vetë. E ke zënë vetë? E kam bërë vetë, po. Turshi sade. Turshi, e bërë vetë pas një gjështes. Probiotik natural. Probiotiku më i mirë, po. Një shërues, trajtues, shumë i mirë edhe i problemeve të stomakut, për tyre edhe Helicobacter pylori. Dhe qiqra, pas kemi dhe qiqra sot? Po, qiqra me spinaq, është një gjellë shumë e mirë, edhe e dimrit se është edhe qiqra edhe spinaqi në sezon, edhe është shumë e shëndetshme. Me pak ingredient, po është një pjatë shumë e mirë. Bukur. Edhe qiqrat i ke vënë, besoj, gjithë natën ujë? I kam vënë të natën ujë dhe tani i zjedh. Tani jam zjerë dhe janë gati për të janë gati për, sepse na harxhon shumë kohë. Edhe në shtëpi, po ta bëjmë gjithmonë do t'i vëmë në si fasulet, janë një lloj. Kjo gjellë mund të bëhet edhe me qiqra, edhe me pllaqi, edhe me fasulet kuqe, edhe me fasulet të zeza, se është një shtesë e ushqimit, nuk është fibra, proteina, shëndetësore, po, mund ta bëjmë me çfarë të duash. Ai uji i hedhet i pari, sepse ajo pengon. Po, pa diskutim, si fasulet. Ndaj gjithmonë e largojmë ujin e parë ose e lëmë në gjithë natën ujë dhe atë ujin e derdhën dhe i shplajmë. Po, diskutim. Tregojmë disa truke që na duhen për të gjitha ndjesat. Po, i shplajmë ashtu dhe kur i japim një val këtyre qiqrave, qiqrat zihen, bire në ujë të ftohtë. Të ftohtë gjithmonë. Gjithmonë ujë të ftohtë në tenxhere. Dhe kur fillojnë që marrin val, ju heqim shkumbën. Qiqrave, të gjitha, ja heqim shkumbin gjithmonë. Pastaj fillojmë edhe mdyqjet e dafin, edhe pak krip që të zjenë me këtë. Kur mbarojnë, pastaj marrin vetëm qiqra. Mbetet ajo shije e mirë dhe ato edhe cipa e tyre holl largohet. Kujdes me tigani se më duket se ka marrë pak më tepër nxehtësi. Me cilën recetë do ta fillojmë se i treguam të treja. Pra kemi një kek për të gatuar me karota, kemi lakrorin me lakër arme dhe qiqrat me spinaq. Unë mendoj që do fillojmë sipas kohës me të gjitha njerësh. Të gjitha njerësh do t'i prekim nga pak që t'i vëmë në punë. Po, do t'i vëmë në punë. Do vëmë lakrën të na kaurdiset pak, se ajo është po që të mos jetë kaq shumë e fortë. Atë vëmë vetëm me pak vaj, pak krip për arsye se armeja është bërë me krip.
Do fillojmë dhe me qishrat me spinaq, pak qep të njom, pak qep të thatë, që t'i japim kohë gatimit tonë. Do me thënë, do fillojmë me gjellën e qishrave me spinaq, me gjellën e byrekut, brumin ndërkohë e kemi zënë, që të na vi pak. Kemi lënë brumin që të vi, brumi është zënë me mielin për çdo përdorim, kështu që si çdo brum duhet të pushoj pak. I thjesht, po. Që të hapim petët, ujë dhe krip, si gjithmonë. Ujë krip, ujë të vakët edhe pak krip. Ujë sigurisht në varësi të sasisë së miellit që do të përdorim, ne do të përgatisim një tepsi për gjithë familjen. Po, një tepsi me kulaçka, poshtë dhe lart. Atëherë, le ta fillojmë me qiqrat me qenë se vendose dhe tenxhere. Po, qiqrat, produktet një çfarë përmbajnë. Qep të thatë, qep të njom. Pastaj, si të ka urdisen pak ato, do hedhim qiqrat. Do ka urdisen në marrin shijen e tyre, në fund fare do hedhim spinaq, kopër, 2 thelpinj hudhër, krip dhe piper të zi, edhe vaj ulliri, kaq. E përsosur. Është kjo recet për neve, po të duam i hedhim dhe një domate. I jep ngjyrë, edhe shije. Edhe shije, bën ato më të plot. Po. Pastaj për gjellën e byrekut do na duhet vetëm lakra turshi, pak piper të kuq edhe vaj ulliri, asgjë. Siç e përdorim lakrën për sallatën. Për sallatën. Ato për të bërës duken. Unë kam bërë me pak krip, se nga që dua ta harxoj tani. Nëse bëjmë për dimër e lem me shumë krip. Kjo nuk ka shumë krip, kështu që do e skuqim direkt. Sa të na bëhet qepa, dhurata më trego pak si e ke bërë lakrën. Pra e ke grirë dhe se shoh disa e bëjnë të imët fare, disa e bëjnë në copë, disa e vendosin siç është lakra, e ndaj vetëm në dysh. Shiko, siç është lakra e vendosin për dimër neve në Korçë, se atje është ftohtë dhe nuk e gjejmë gjë. Po këtu në Tiranë prishet po se mbajten në frigorifer. Në Korçë shëron deri në mars në prill ka te mamaja ime. Ku i mban ajo? E mban tek kemi ato bodrumet në shtëpi, arshefet, qelaret që kemi pastan më përpara, po. Që qëndrojnë të freskëta aty dhe tushitur. Si gjen asgjë, ka lloj turshirash në Korçë. Çfarë ka bërë mamaja për si vjet? Domate? Ka bërë domate, specat gogozhdare edhe me uthull, edhe me gjis, me salcë, me kështu si që bëjmë ato. Ka bërë edhe neve në Korçë patligjani nuk e kemi, po ato her pas here e bëjnë. Neve si mbushjen e patligjanave mbushim specat. Me lakër, me majdanos, me hudra, me kështu i mbushim specat dhe janë si punë e patligjanit. Sa lezet që kanë tani në dimër, shio. Është shumë e mirë ajo. Tjetër zajre, petka drom katran, çfarë bëhet aty? Edhe tran të ëmbël, edhe tran të thartë, si që bëjmë neve me speca me domate. Dromkat, pa tjetër, ato janë kryesoret që neve i bëjmë. Tëranin, tran të tartë, tran të ëmbël, petka, dromka. Oshafet. Vetëm këto që për oshafet, pa tjetër. Ka një truk për të qëndruar gjatë oshafet? Ka një truk. Oshafkat më gjatë. Kur ne i marrim nga mama dhe i sjellim në Tiranë, për shkak të klimës këtu, rrezikojnë që ato edhe të prishen. Ka një sekret që ato ti mbajmë gjatë? Ka një sekret që ti mbajmë gjatë. Sekreti është në bërje. Si i kemi tharë, marrim hi, edhe i bëjmë si alisiv që kemi pas bërë më përpara, e kullojmë atë dhe i kalojmë në lëngun e atyre pak, edhe i lem të thahen prap. Dhe ato as nuk prishen, as nuk zen insekte, as një që janë rojnë sa të duar, derisa të vi koha të bësh të tjera, nuk i gjenë asgjë. Pra, nëse dhe ju keni blerë oshafka, do të pyesni një herë se a janë trajtuar me lëngun e hirit, në mënyrë që të qëndrojnë më gjatë. Interesant, dhe ky është sekret i mençurakeve, i gjysheve. I gjysheve tona, po. Më përpara ka qenë bërë kështu që të roni. Po edhe për fiqët e thatë, ose edhe për çdo frutë të thatë. Po edhe të mollës që bëjmë në Korçë, se këto fiqet e kështu neve s'para i kemi bërë. I përdorim si çaj, si kompost. Ato janë shumë të mira. Shtu konsumohen si qanë se kanë fibra shumë. Si për Gjaku të rinë plot ato me qajra, me gjera, me oshafet e dimrit. Ku ka më mirë? Qëfar rëngrotësie, qa nostalgjie që është ajo tryez? Ka provuar vete, kam dhe nga eksperienca. Tani le të filloj me recetën e qiqrave. Tani po ka urdisim pak... Kemi zbutur, ka urdisur qepën e thatë dhe qepën e njom. E njom, po. Ndërkohë, tani do merremi pak edhe me gjellën e byrekut. Paralelisht, po, tek tigani. Që të na bëhen të gjitha njëshe. Skajgjën e kemi po, dhurata, avash, që t'ja undajmë më vete receta të ambisave tona. Dhe ti nuk du ta edhe është të gjithë, nuk kuptohet, se do të provojmë. Se që duam, po. Pa qënë se e ke zënë të tushin, po e provojmë edhe ne një qikë.
lakrën arme. Ja, tani që e vure të zbutet pak, se e nisëm dhe kaluam të zaret se këshu është ky muhabet. Po, tamam si ato nëna gjyshet, si e bëre ti këtë, si e bëre unë atë. Më trego pak për lakrën arme, se nuk shoh as piper aty, as dafin, nuk shoh as hudhra. Si e bën kështu thjesht fare? Thjesht. E gri lakrën edhe e ve në një kavanos ose kovë ose çfarë kemi neve në shtëpi që i mbajmë këto, po unë i bëj gjithmonë në qelq. Në qelq, po, që ndrojnë më mirë. Po, janë vazo të mëdhaja që janë... Nuk rrezikojnë të zbuten të pak. Nuk rrezikojnë edhe janë më higjienike, janë të gjitha të mirat i ka. E grim lakrën dhe e mbushim atë enën tonë pa asgjë. Vetëm lakrën. I vem kapakun dhe e lem, për shembull që nga darka në mëngjes. As uthull, as krip, asgjë, e lem ashtu që ajo të bjerë me veten e vet një herë. Pastaj zjejmë ujë me krip edhe e lem të ftohet totalisht. Krip të trash, të zezë. Gjithmonë. Kripën që bëjmë tushit. Pastaj, si është ftohur komplet ujë, në mëngjes ja hedhim lakrës edhe e mbyllim. Kaq. Vetëm ujë me krip, asnjë gjë që të kesh edhe për të gatuar kur të duash ja hedh uthullin e që është më shumë përdorimshme, vetëm për mezet, është edhe për lakrorin edhe për lakrorin, për dolma, edhe për dolmat që bëjmë ne. Edhe për të pirë lëngun, sepse ka njerëz që e përdorin lëngun e lakrës tushi për trajtime të ndryshme të stomakut, bakterieve të ndryshme. Po kjo është më e mira sepse nuk ka uthull, nuk ka konservant, nuk ka asnjë gjë. As hudhrën, as gjetën e dafinës edhe piperin që të japi, po të duash jashton. E kuptov. Po kjo bëhet... Edhe ajo ka shije tjetër, edhe kjo interesante, ky procesi i përgatitjes së lakrës, pra vetëm me lakrën. Vetëm ujë me krip edhe lakrën. Kaq. Kështu është bërë kjo. E morëm edhe këtë recetë. Tani të bëjmë një përmbledhje të qiqrave. Ne kemi vendosur pra presim që të zbutet pak qepa, sepse duhet ky proces në mënyrë që të mos ngelet si kërce gjatë konsumimit. Spinaq me qiqra dhe qep të njoma, një tuf spinaq, 500 gram qiqra, një tuf koper, 2 karota, një qep e thatë, 3 qep të njoma, një domate, 3 lugë vaj, krip dhe piper. Procesi tani tregohet hapas hapi nga dhurata, kemi kaurdisë siç tham të dyja bashkë dhe do të shtojmë karotat. Po, do të shtojmë karotat. Edhe hudhrën. Edhe pak piper të zi. Ja, të pikim. Ndërkohë që këto duhet të na zbuten pak. E ndihmojmë me kapakun. Shikoj edhe pak sobën mos në çfarë niveli e kemi. Është okej. Okej. Atëherë ka urdisim të dyja palët. Do e shtojmë pastaj pas karotës qiqrat apo jo? I kemi trajtuar janë të zjera. Këto gjithmonë siç çdo gatim edhe kjo fillojmë nga gjërat më të forta. Shoh që qepën e ke lënë në copza më të mëdhaja. Duhet e tillë, po duket. Po, duhet. Është si gjellë. E kupton që të ketë edhe trashësinë e saj, mos ta bëjmë me blender që të mos duket fare. Kësa i shkon kjo gjë. Është një tradita e përgatitjes së bukëve me qiqra? Vallaj nuk e di s'kam bërë ndonjëherë. S'ke bërë ndonjëherë bukë me qiqra? Jo, nuk kam bërë ndonjëherë. Pra që ashtojnë ato kulaçet, shtojnë gjitha për dasma. Zakonisht janë këto. E kemi pas bërë më përpara. Po, tani sikur nuk e kam bërë ndonjëherë. Mirë, me dhuratën do të kthehemi pas pak, vetëm 1 minutë do të shkëputemi për mesazhin e sotëm promocional dhe ne bëhemi gati që të bashkojmë edhe produktet e fundit për gjellën e qiqrave. Rikthehemi më njëherë pas këtij mesazhi promocional. Mirë, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë me dhuratën. Të mbarojmë recetën e qiqrave siç e kemi nisur. Tani është momenti që t'i shtojmë ato. Të zjera, kulluara dhe i shtojmë mbi qepën dhe karotën. Qep të bardhë, qep të njomë. Ja, i trazojmë kështu. Duan piper të kuq, salcë, çfarë i shton apo e bën kështu të bardhë? Pak piper të zi, jo, pak piper të zi, edhe kaq. Këtu tani do ja vëm kapakun edhe do e lëm për pak. Po, do t'i shtojmë dhe pak ujë më pas? Do t'i shtojmë, po do t'i lëm pak të mbriten mirë me njëra tjetrën edhe aromat me njëra tjetrën. Po. Ndërkohë kemi vënë dhe lakrën e pyrekut
Avash sa të zjenë këto, neve mendoj të kalojmë te keku. Vazhdojmë me kekun. Shohim pak produktet e kekut me karota dhe derisa të ndodh ky proces, do të presim që të zjejnë edhe qiqrat. Ato janë një proces më të vogël tani, sepse kam kaluar zjerjen kryesore. Keku me karota, arra dhe rrushë të thatë, për të cilën na duhet 300 gram miell, 200 gram karota të grira imët, 100 gram arra, 100 gram rrushë të thatë, 200 gram sheqer, 1 gotë kos, vaj ulliri, gjysmë gote dhe 4 kokra vezë. Dhurata ka vendosur vezët o vital në tas. Tani marrim ato telin, du ta kemi këtu që t'i shpërbëjmë edhe tek sirtari tjetër, që të fillojmë me shpërbërjen e vezëve tek tjetri ndoshta, dhe me vazhdimin e punës, pra përbërësit i kemi në tryez, kemi përgatitur edhe tavën e kekut, lyer me pak vaj, që do t'ja shtojmë pastaj, do t'ja shtojmë brumin këtu, du të shohim sa brumi du t'jetë çfarë trajte, mund t'jetë një brum i rrjedhshëm. Aty është gjithë sekreti, tek ndërtimi, tek procesi i përgatitjes së brumit. Shpërbëjmë vezët fillimisht. Vezët edhe sheqeri. Vezët edhe sheqerin i bëjmë bashkë. Derisa të kuptojmë që është tretur sheqeri, nuk ka më atë zhurmën tipike të kokrizave të sheqerit. Gjithmonë ne edhim gjërat e lëngshme, që të dim pastaj sa Për shembull vaj? Jo të gjitha të. Jo të gjithë sasinë. Jo. Hith edhe pak. Okej, jemi në rregull. Edhe kosin. Jo, kosin. Ky është djathi. Është mascarpone, po. Kosi është në mas, kështu që po e shtojmë siç është gotën, 1 gotë kos. Do të përzjet mirë. Për hir të vërtetës kemi marrë atlasin, farinap, me shijen e vaniljes, sepse i shkon më së miri recetës, bashkë me arrat, sigurisht me rrushin e thatë dhe me karotat, kështu që po e hapim, i duhet një paketim i plot i miellit atlas. Që të këshërë to. Ndërkohë po zjejnë edhe armeja, sepse duhet jetë pak e butë. Po. Si themi ne në kuzhinën e gjysheve tona, ta shtypim, ta shuajmë, ta djegim, pjekim. Jo. Armen. Ta bëjmë një qik më të mirë, që të jetë qik më e butë. Tash mos ka në një term kështu dialektore. Më thuaj ti kur ta hedh mielli. Po. Kokrizat nuk dëgjohen më të sheqerit, kështu që tani po shtojmë miellin, që është një plur i gatshëm, që i ka këto plurin pjekës. Po. Edhe aromën që ndihet, mirë, aromën e vaniljes, aq sa duhet, pak edhe sakt. Vazhdojmë ta trazojmë. Ky keku bëjmë një herë të gjithë këtë brumin, edhe këto gjërat e tjera ja hedhim në fund që të mos na bjerë volumi i kekut, që të bëhet brenda i mirë si synqer. Pra fillimisht do punohet me brumin, pastaj do t'ja shtojmë në fund do ja shtojmë pjesët e ngushta. Edhe arrat, edhe rrushin e thatë, edhe karotat e grira. Po. Mendoj që është një brum i mirë. Karotat i përdorim tani edhe në të ëmblat, siç është një kek për shkakun, se ato vinë të ëmbla. Po. Edhe është tamam për tani në dimër me çaj, me kafe, është një kek shumë i mirë, po. Tani nuk do i hedhim më. Mbaruam me miellin? Jo, mbaruam me miellin, karotat do ja hedhim të gjitha. Do hedhim edhe rrushin e thatë, edhe arrat. Hedhim pak kanell, pak vanilje, përmërsisht se ka, po, kjo nuk i bën keq, edhe pak fare rrur pjekës. Pra ne i shtuam edhe nga pak plurat të tjerë, pavarësisht është një plur i gatshëm, thamë me aromën e vaniljes, po duke qenë se i shtuam edhe të tjera produkte, si rrushin e thatë, karotën, edhe arrat, duhet që këto aromat të jenë më të forta. Po. Edhe pluri të jetë më në sasi. Si pluri gatshëm, nëse do ta shtojmë vetëm një produkt ose siç e përgatisim zakonisht kekun, mund ta lëmë kështu siç është me këto produkte që na ofron vetë paketimi. E bëjmë me këtë lugën e
kekut, për arsye që të mos na bjerë volumi i kekut dhe bëhet shumë i mirë. Ky është një, kështu duhet të jetë. Po, që të mos jetë kështu duhet të jetë një i kek i shesht. butë. Po, të jetë kështu elastik, brumi i mirë që të... Dhe keku është gati. Keku është gati, thjesht për ta shtruar, tani këtu kemi... Mire kek. Vazhdojmë ta... Po. Jo, për anët më tepër, që të mos ngjisi. Po, prandaj ja Të kam. ndihmoj me këtë. Është bërë një brum shumë i mirë. Shumë ja shtojmë edhe deri në fund. Masat janë në recetën tonë të shkruar, e përsërisim edhe një herë, sasinë e produkteve që do t'ju duhet për përgatitjen e kekut me karota. Ja të largojmë pak enët që kishin vendosur produktet, karota, arra dhe rrush të thatë. I largoj unë këto të gjitha. Do ta vendosim tani për t'u pjekur, të zërvend keku në formën. Në 180 gradë 20 minuta. 20 minuta në 180 gradë për të gjitha sobat që funksionojnë me një për llogaritje të Përgjithsisht siç e bëjmë kekun. mesatarisht, po, në këtë temperatura. Shohim edhe një herë produktet e kekut sepse duam që ta pjekim, ta vendosim në furrë edhe të marrim rezultatin deri në fund të hapësirës tonë të gatimit me dhuratën. Keku pra me arra, rrush të thatë dhe karota. Produktet në ekran shënojini për 300 gram miell, 200 gram karota të grira imët në rende, 100 gram arra, 100 gram rrush të thatë, 200 gram sheqer, 1 gotë kos, gjysmë gote vaj ulliri dhe 4 kokra ves. Tani na beti ky krem i mascarpone do t'ja shtosh në fund? Pas pjekjes. Të ftohet edhe pas pjekjes. Edhe i ngrohtë, nuk prish punë. Nuk Thjesht e shkrihet. bëjmë, po. Dhe po të duam i shtojmë edhe pak ara të formuara nga lart. Sipër dhe për Po. pamje dhe na Edhe, josh ashtu. po, fikse, shumë i mirë. Tani, pra, kremin mascarpone do t'ja shtojmë pas pjekjes. Unë po marr kekun dhe po e vendos në furrë në 180 gradë. Ja, se shikoj që furra nuk është ngrohur siç duhet, kështu që po e lë të ngrohet më mirë Po, që... të ngrohet edhe pak. Jo, po. se s'dua të rrezikoj kekun. Duhet Jo, të jo. ngrohur furra, të para ngrohet Po, dhe pastaj ta vendosim të piqet. po. Ndërkohë, Ndërkohë Qiqrat? jemi shumë mirë me të dyja këto. Qiqrat nuk i hodhëm të gjitha se ka, është një gjelle lidhur shumë e mirë. po. Thjesht do t'i hedhim edhe pak ujë, edhe këtë e kemi gati. Spinaqi pak ujë të ngrohtë. Mbush e plot atë. Ashtu të tani. Super. Edhe këto. Ja, po e vendosim direkt. Një Hidhe të gjithë, hidhe. Se kemi goxha gjëra, sa të zjejnë pak. lëngu trashët vese janë gjithë ato qiqra, Po. qepa gjithashtu, Po. dhe e bën një gjell të plot në një formë Një të vat tillë të shumë lidhur të mirë. Plot me ngjyra, shohim pak recetën e qiqrave të shkruar. Produkte se çfarë na duhet për këtë recetë. Spinaq me qiqra apo qiqra me spinaq si të doni ju. Presa kryesore janë qiqrat. I lexojmë së bashku. Na duhet një tufë spinaq të lartë të pastruar, mund ta keni në ngrirje. 500 gram qiqra të vendosura një natë më përpara në ujë të ftohtë dhe më pas i bëni një zjerje të lehtë fare dhe i shpëlani. Një tufë koper, 2 karota, 1 qep e thatë, 3 qep të njoma, 1 domate, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi. Tani, 2 receta i përfunduam. Kemi lënë të vazhdojmë procesin e I tyre vëm ka termik. pak lakrës që të zbutet pak. Okej. Që kur ta hedhim te Sa byreku vetë tiu është e fortë, e tillë, është e fortë, nga po, kyçoni është tushi. tushi, normale. E lem të zbutet pak, ndërkohë që neve vazhdojmë të bëjmë petët, gjella do jetë gati. Bukur fort. Petët do t'japim pas reklamave, ëh? Sistemojmë pak edhe tryezën, rikthehemi pas reklamave të përgatisim lakrorin me lakër arme nga dhurata. Rikthehemi pas reklamave. Rikthehemi në kuzhinë, në rrezë dielli me dhuratën, po përgatisim tani një lakror me lakër arme, me lakër tushi. Kemi përgatitur mbushjen fillimisht. Po.
trego pak, sa duhet ta skuqim lakrën? A duhet t'i shtojmë ujë apo jo? Pak sa të ngordi, si themi, si punë e qetës. Do t'i shtojmë ujë jo? Jo, Me lëngjët e veta? Jo, me lëngun e vetë që ka. E kemi skuqur me pak vaj ulliri vetëm, as krip, asgjë, pak piper të kuq vetëm. Asgjë tjetër. Vaj ulliri, piper të kuq. E çuditshme vetëm me 2 përbërës, çfarë shihemi ajo në lakror? Ose është e mirë. Është turshi, është e mirë. Tani gjellën e kemi gati, edhe brumin e kemi zënë. Si një goqire të mira që jemi, kemi bërë edhe gjellën me qisha me spinaq. 3 receta e kemi bërë, kemi vënë për para. Kekun e kemi në furnë, ndërkohë po bëjmë dhe byrekun që të hecim pak për para të mbarojmë. Me kohën. Po, tani, gjellën do e hedhim pak të ftohet, që mos na i qulli petët. Edhe ky është detaj që duhet të mbashënim. Po, duhet jetë e ngrohtë, jo e nxehtë gjella, se na prish petët. Tani. Dhe paralelisht hapim... Po. Ja ta shtym pak të talierën që të kesh vend. Po. Tani brumin e kemi sënë, vetëm me ujë me krip, sa? Ka qëndruar për gati 30 minuta, dhe në fakt, sa më shumë minuta të qëndroj, aq më mirë bëhet. Ne do e bëjmë me kulaçka, 4 poshtë, 4 lartë. E pasi ndajmë, na duhet që t'i punojmë pak. Do ato ngrohtësinë e dorës, të largojmë pak edhe vajin, se pas çdo kulaçke dhe në ta spërkasi pastaj në tepsi. Me pak vaj ulliri vetëm, edhe brumi është zënë vetëm me ujë me krip, nuk ka, me pak ujë të vakët, gjithmonë në dimër e kemi pak më të ngrohtë ujin e brumit, në verë kemi pak më të ftohtë, po jo të ftohtë fare. Varësi të ujit, qëllon që brumi të jetë ose më i butë se shduhet, ose më i fortë se shduhet. Për shembull, nëse është shumë i ftohtë, brumi del i fortë. Nëse është shumë i ngrohtë, brumi qullet dhe përsëri kjo ndikon tek shija dhe hapja e petëve. Po. Gjithmonë asnjë gjë nuk ndryshon përveç se mielli, dhe të marrim pak miellin për çdo përdorim. Të byrekun me atë e kemi zënë. Me mielin për çdo përdorim nga Ola jon. Tani bëjmë pak këto kulaçkat. 4 poshtë, 4 lartë. 4 pak më të mëdhaja, pak fare i bëjmë pjesës poshtë gjithmonë. Kurse petën përsipër e bëjmë pak më të hollë. Po, se i duhet të mbaj peshën e mbushjes. Po, fiks. Ndërkohë i bëjmë këto. Duke hapur, po zien gjella me qisha, kemi vendosur dhe kekun që ka filluar të marrë fryrje. U siguruam mirë që të ngrohet mirë soba furra. Si që bëjnë kekët e tjerë të zakonshëm, është edhe ky një lloj si kekët e tjerë në përfura si që kanë furën e shtëpisë. Sa vite ke ti dhurata që hap petë për ditë? Që fëmi. Që fëmi. Po. Është më zitur kjo procesi hapjes së petëve? Më pëlqen. Akoma e bëj me dëshirë gatimin. Pavarësisht që bë shumë vite. Oklaia nuk është problem nëse ti e ndryshon, se kanë visa që kanë ato oklainë e tyre dhe kanë si që kanë shefat e kuzhinës atë thikën. Janë ca element të këtyre aksesorëve që... Megjithatë, unë prapë kam 30 vjet me të njëjtin pec. Me të njëjtin pec. Po. Janë ato që janë më të holla? Po, janë më të holla. Të trashëguar nga gjyshja? Kur kam qenë në Greqi, ma ka sjell mamaja në Greqi dhe që atëre e kam edhe... Po, që këtej. Edhe atë kam akoma, jo, nuk e kam ndruar. Edhe unë kam një të tillë. Është vjetruar, duket që është diçka e vjetër e traditës, por petët i hap. Po. I hap qamet. Edhe kështu që diçka që është e mirë dhe funksionon pse ta ndrojmë. Aq më keq është e mamas time. Një dorë, aq më po tamam. Aq më tepër kur duhet në kuzhinë. Është i domosdoshëm tash ka petë gati sa do duash, po s'ka lidhje fare me këtë. Kjo është një diçka që petët e hapura vetë në çast, padyshim që po. S'ka diskutim. Unë çdo gjë e përgatitur në shtëpi. Të tëra bashk, edhe bëj 2 petët gati direkt, edhe pastaj hap një e shtroj poshtë, hap tjetrën me lart dhe është gati. Shiko, edhe kjo puna e përgatitjes së byrekut, kjo është sipas stilit të secilës. Se çdo anvis ka atë dorën e vet, ka atë stilin e vet, metodën e vet, që është e pakrahasueshme me njërin apo me tjetrën. Jo, pa diskutim. Është çështje dore, themi ne. Përgjithësi në Shqipëri të gjitha anvisat hapin pet. Po. Dhe për këtë traditë, për këtë
Jeshi që ka kuzhina jonë, faktikisht, do të flasim edhe pak më vonë, se sa e rëndësishme është të ruajmë, sepse ushqimi tradicional nuk është thjesht një ushqim që na kënaq shijen tonë, por është një histori, është një kulturë, është një identitet. Ndaj dhe është menduar që kuzhina jonë të përfaqësohet në botë, mes kuzhinave të tjera. T'ju tregojmë botës se ne kemi një kuzhinë të pasur, kemi një traditë, kemi një kulturë në fushën e gastronomisë dhe një identitet. Ja, petën e parë, e kemi gati, afërsisht për tepsinë që ne... Për tepsinë që neve do bëjmë, ai do e hapim edhe petën, këtë të poshtme ne hapim pak fare më të madhe, me qëllim që të bëjmë edhe ato themrat ashtu si që duam ne. Në fakt, okllai dolën janë pjesë e traditës si aksesor të kuzhinës. Të domosdoshme, ja. Të domosdoshme për lakrorët në saç. Po. Të hapura në astagaç. Për ato po. Sepse duhet të hapeshin petët shumë të mëdhaja për atë tepsinë e madhe. 500 që quhet ajo? Po, tepsia që pishet pastaj në... Ashtu është të quajtur dhe vazhdon të jetë ashtu. A ka lakror në saç që, për shembull, ka ca mbushje që nuk i shkojnë lakrorit në saç, për shembull, se e di që me presh me gjis tani në dimër mund të... Për shembull, ky me arme mund të piqet në saç? Po, bëhet shumë i mirë, bëhet shumë i mirë. Neve kur shkojmë te mamaja e bëjmë. Se ato nuk e kanë akoma... Vizet zjarri paralelisht, apo jo? Po, janë bërë drut gati dhe për dimrin. Gati për dimër, ngrohja pi bazën e druve, që janë shumë më të shtrenjta. Shumë, sa vjen edhe më... Ashtu, po me gjitha të prapë, ne jemi mësuar në kohë që dhe ja dalim. Për bukurim. Edhe një vërtitje të tillë. Që të marrja të formën që duam ne. Mos e na bëhet shumë i Gjithmonë duhet pak më e madhe poshtë, sepse edhe mblidhet rrudhet, por edhe na duhet për të përballuar peshën e mbushjes. Thjesht. Pa 5 minuta byre gati. Tani do ta vendosim edhe lakrën këtu? Po, se të bëjmë edhe petën. Tjetër, që ti kemi gati, nuk e hedhim më përpara gjellës, se na i zbut petën. Hedhim gjithmonë këtë, edhe pak fare miell hedhim gjithmonë në fund të tavës, që edhe nëse gjella është pak e lëngshme, mielli nuk e le të zbutet. Ky është një detaj që ta shënojmë. Pra mbushja jo e nxehtë, mbushja nuk shtohet direkt pasi vendosim petën në tepsi dhe për të siguruar që ka apo jo lëngje i shtojmë mielin, e përsërita pranvisat. Por edhe duke qëndruar tani sa kohë merr hapja e petës tjetër, sërish i bën më mirë se e qetëson brumin. Dhe hapja e petës me dorë është një nga mënyrat më të mira për t'i thënë recetës që të zotëroj, sipas traditës, t'i jap atë ngrohtësinë me dorën time, dhe kjo është më e bukura. Çdo prekje e brumit t'i jep ngrohtësinë e duarve. Edhe bëhet shumë i mjaftueshëm. Po. Këtë petën sipër unë e hap pak më shumë, që të bëhen ato rrudat të peta dhe t'jetë shumë e mirë. Ull pak temperaturën e kekut. E kemi gati. Tani, dhurata do të shtoj edhe... Ja, merr ande afër nga ana jote. Ta shikojnë dhe ambisat. Edhe shumë i ndyrë nuk i shtojnë. Tjetërstohet edhe aroma në lakror e armes. Vetëm me pak vajulliri që e kemi skuqur, është e mjaftueshme. Pak fare vaj. Krip nuk i kemi hedhur fare. Po, se ka vetë armeja. Se ka vetë armeja, vetëm pak vajulliri dhe pak piper të kuq. Edhe pak piper të kuq, se duket që ka marrë dhe ngjyrën. E hapim pak më shumë petën që edhe të na bëhet me rruda dhe bëhet e mirë dhe mos i kemi anët e trasha. Me gjithse edhe po t'i kemi, ja heqim pak, por unë si një koqire nuk e heqim. Se ti ma zgjë në kuzhinë. Jo, sigurisht.
Tani shoj pak së bashku sa po ta ndërtojmë, sepse nuk ju duen shumë produkte për këtë recet. Ju duhet një miell i mirë, ujë vakët edhe krip për hapjen e petëve, pra për brumin, përgatitjen e brumit, ndërsa për mbushjen, sipas recetës tradicionale kryesisht të juglindjes, lakrën arme e gatuajmë në një lakror të shishëm, thjesht dhe sakt. Vaj ulliri, piper të kuq edhe lakrën. E ngrohim pak. Dhe peta është për pak më e madhe, e bëjmë kështu, por edhe është edhe e rëndësishme edhe kjo pjesa që ta thurim mirë, unë e bëj kështu si gërshet, që të mos na dali gjella, edhe të pishet mirë. Të gjitha byreqet dhe lakrot, ky është procesi që më pëlqen më shumë. Të përgatitjet e kurave. Është një lojë kështu antistres aty. Po, fiks. Ka lloj-lloj mbështjellësh, neve në Korçë këtë ke. Unë këtë kam mësuar që fëmijë nga gjyshja ime. Edhe tepsin e kemi të duhurën, sipas traditës, na afron goxha me traditën. Ky është lakrori, shohim pak së bashku produktet e përfundoj dhurata, o ta vendosim për të pjekur, ndërkohë mund ta sjellim edhe kekun apo së shpjekur. Kemi pra 500 gram lakër arme, 500 gram miell ujë krip dhe piper i freskët vaj ulliri. Recetat të përfunduara me foto përkatëse do t'i shihni në rrjetet tona sociale dhe në YouTube-in ton. Nëse janë pjekur, edhe gjatë kohës që jam me miq të ftuar, sigurisht që mund t'i serviri dhe mund t'i kemi në tryez prej dhuratës. Të lumshinduar dhe të falenderoj shumë që erdhe gatove me ne. Punë të mbar, ditë të mbar gjithashtu. Shkëputemi për pak publicitet. Flesh informativ na rikthem përsëri në rrezën ton. Ju pres. Kënaqësi që takohemi përsëri në Reze Dielli. Unë jam në studio me Sokol Prengën. Kënaqësi që jeni këtu. Të falenderoj për prezencën. Sokoli vjen në studion ton për të promovuar atë që duhet ta promovojmë të gjithë, sepse siç e thash edhe më herët, ka nisur për herë të parë muaji i kuzhinës shqiptare në botë. Sigurisht që kuzhina jonë kemi çfarë t'i tregojmë botës për kuzhinën tonë. Ushqimi dhe kuzhina nuk është vetëm një kënaqësi e çastit, ajo çka ne na shoqëron në përditshmërinë tonë, por është identitet, është kulturë. Është e vërtetë. Ne kemi mjaftueshëm për t'i treguar gjithë, duke qenë se përveç karakteristikave tona, domethënë si popull, jemi mos harro që jemi mesdhetar. Dhe kemi një pasuri në prodhimet që na jep toka pafund, kështu që kemi mjaftueshëm. Se çfarë po ndodh përgjatë gjithë muajit nëntor, ne kemi përmbledhur në një material të shkurtër atë që platforma Alp Chef ka bërë më së miri përgjatë këtyre muajve, është përgatitur për të mbledhur të gjithë shefët anë kënd botës, shefat e kuzhinës, që ata në vendet ku ata punojnë të promovojnë kuzhinën shqiptare, gatuajnë shqip me produkte shqiptare për klientët e huaj. Ndiqeni pak këtë material dhe rikthehemi, diskutojmë për detajet. Shqipëria jonë e pasur me bukurinë natyrore, art, kulturë e tradit, ka gjithashtu një kuzhinë të larmishme, e cila përfaqëson edhe një pjesë të identitetit ton. Një nisëm e bukur është ndërmarrë së fundi nga platforma Alp Chef, e cila për herë të parë ka bërë bashkë shefat shqiptar të kuzhinës kudo në botë, në një edicion i cili synon ta vendos kuzhinën shqiptare në hartën ndërkombëtare të gastronomisë. Organizimi Muaji i Kuzhinës Shqiptare në botë po zhvillohet përgjatë gjithë muajit nëntor. Ky event është shtrirë në qytete të ndryshme, në Rom, në Athinë, në Berlin, në Madrid e Kopenhagen, si dhe shumë qytete të tjera. Pjesë e programit janë mbrëmjet gala, eventet e degustimit dhe pop-up dinner, ku çdo pjatë ka një histori të vetën, që flet për kulturën dhe natyrën shqiptare. Verat e përzgjedhura janë nga kantinat shqiptare, nga të gjitha trebat, të cilat shoqërojnë menute krijuara për këtë rast, duke plotësuar përvojën e degustimit me aroma dhe karakterin e tokës ku janë prodhuar. Kjo nisëm nuk ka lënë jashtë as publikun, i cili gjithashtu është bërë pjesë e degustimit të pjatave, që përgatiten nga duart e shefave shqiptar. Për më tepër do të flasin organizatorët. Ne besojmë se ushqimi është më shumë se një nevojë fizike. Është kulturë, kujtim, identitet dhe krenari. Atëherë, Sokol, si lindi ideja për të krijuar muajin e kuzhinës shqiptare në botë dhe çfarë pritshmërish keni ju? Flasim dhe për detajet pak për kuzhinjerët tanë. Ideja ka qenë
gjithmonë, le ta themi kështu në një formë, ka qenë me ne gjithmonë. Pasi ne këtë, kur them ne, jam unë edhe disa të tjerë, që e kemi nisur që për shumë vitesh, domethënë që e bënim këtë punë në numra të vegjël, pra 1 darkë, 2 darkë etj. Në vende të ndryshme të Europës. Unë e kam bërë dhe me shevat të tjerë, bashkoheshim bashkë me shevat të tjerë nga shqiptarë, po që jetonin në vende të tjera, për shembull Kosovë, Sloveni, Itali. Dhe organizoheshim 2-3 grupe të vogla dhe bënim darka të tilla, domethënë nëpër Evropë. Tash ideja lindi për ta bërë sa më të strukturuar këtë gjë, sepse është më institucionalizuar, sepse në fund fare ngele një darkë që e bënin 2-3 sheva dhe kaq aty mbaronte. Po që nuk jepte atë goditjen që duhet t'japi vërtet gjëja që neve kemi menduar. Dhe menduam që ta organizojmë në një formë tjetër, pra të bëjmë si tip, le ta themi, celula të pavarura, siç mund të jenë sheva kuzhina apo restorante ku të zotët janë shqiptarë nëpër Evropë, që të organizojnë darka apo dreka, minimumi 1 në muajin nëntor. Mund të ketë dhe dikush që mund ta mbajë dhe javë komplet shqiptare, por çon si ka një natë duhet të jetë. Dhe bëm si thosh hapjen e gjithë kësaj platforme, kemi bë po prap në një vend shumë të këndshëm në Milano, është një qendër kulturore që drejtojnë shqiptar. Atje është Besmiri, djali nga Shkodra, shoku jon, miku jon që është shumë i aftë të organizojë çdo gjë të këndshme që lidhet me kulturën, aktivitete të ndryshme, po. Dhe ne vendosëm që të shkojmë atje, vajtëm bëm një darkë promovuese me gatesa shqiptare dhe i shpjeguam të gjithë atyre se kush ishte qëllimi i gjithë kësaj gjëje dhe me kohën arritëm që të paktën jemi në gati 12 qytete të ndryshme këtë vit, domethënë që shqiptarë që brenda nëntorit në 12 qytete të ndryshme do gatuhet receta tradicionale shqiptare. Përveç kësaj ne kishim edhe qëllim që ju ofruam Ministrisë Jashtme, e cila na mbështeti, duke e mbështetur ne, kuptohet që të dërgonim nga Shqipëria shefa shqiptarë, të cilët në aktivitetet që ambasadat tona nëpër Evropë apo nëpër botë bëjnë për ditën kombëtare, ne të ofrojmë ndihmën tonë duke i dërguar shefat shqiptarë që ato çka ato ofrojnë për të ftuarit e tyre të jenë gatesa shqiptare. Po kështu edhe verën, çojmë verën shqiptare. Vaj ulliri po ashtu. Vaj në ullirit. Dhe të gjitha ato prodhime të cilat na lejohen, domethënë janë brenda ligjit. Janë të certifikuara. Po, jo vetëm, po janë brenda ligjeve që kemi ne me Komunitetin Evropian, pra marrëdhëniet që neve kemi për sa i përket lëndës parë. Tani, si ka ecur deri më sot? Se jemi në mes të nëntorit, cilat shtete është promovuar kuzhina shqiptare, cilat janë pritshmëritë tuaj për imazhin që të lërë kuzhina shqiptare në botë? Ne për shtypjet i kemi marrë vit mas viti, domethënë pak nga pak. E fundit fare ishte vjet në Spanjë, në Madrid, ku organizuam për ambasadën tonë në Madrid, domethënë ishin shumë, ishin 250 të ftuar që kishte ambasada. Përshtypjet ishin shumë të mira. Shumë njerëz habiteshin sepse nuk e kishin asnjë lloj ideje se si mund të hajnë në Shqipëri. Dhe shikoj që kishte emocione, se kuzhina t'jep çik emocion kur ushqimi, kur ti ndjen t'jep një kënaqësi më vetë, plus se ne kishim shoqëruar vjet të paktën me çdo gjë që mund e kishim marrë që këtej. Dhe ishim përshtypje shumë të mira. Këtë vit e filluam në datën 5, ka qenë e para, ka qenë në Zagreb. Ambasada shqiptare në Kroaci organizoi një darkë të tillë, pastaj është organizuar në Copenhagen, është organizuar në Torino. Tash janë me radhë të gjitha këto janë shtetet që do të jenë tash janë Zvicra, është Gjermania, në Berlin, ambasada jonë në Berlin, po presim ambasadën në Holland, që të caktoj datën. Kishit kërkesa edhe për të Evropës, deri në Kinë do të çonit, apo? Është e mundur të zgjerohet? Jo që kishim, po do të organizohet. Është një shqiptar në Shenzhen, ai aty ka një restorant të vetin, dhe u emocionu shumë që ai mund ta bënte këtë gjë, domethënë dhe të ishte pjesë e gjithë kësaj lëvizje. Dhe ai nga data 27 më duket diçka e tillë do të organizojë dhe një darkë shqiptare. Do vi dita kur, siç themi për shembull kuzhina italiane, që është një kuzhinë e
si thuash, e njohur në mbar botën, pra që e njohin se peshtë madhe. Ose ka një peshtë madhe kur e thua, kuzhina franceze. A do vi dita që të thuhet edhe kuzhina shqiptare? Unë them që dita do vi, vetëm nëse ne lëvizim zgjuar. Më thënë, nëse ne do jemi shumë të zgjuar, do të vi dita shumë shpejt. Pasi shpesh në mënyrën se si ne përjetojmë ditët tona, ne shpesh kemi dëshirën e madhe që të krahasohemi. Dhe ti pa dashje dhe një model krahasimi, se të vjen natyrshëm. Nëse ne nuk do ecim me mendimin që të krahasohemi, pra që të bëjmë aq të famshëm sa që mund të jenë italianët apo francezët, shpejt do të gabojmë. Kështu që unë them që le të provojmë atë që kemi me mënyrën tonë. Ne po mundohemi që në vitet që do të vinë, për shembull në vitin tjetër që do të jetë goxha më i madh numri i shteteve që do të zhvillohen edicione të çdo vit. Ky është edicioni i parë. Ky është edicioni i parë dhe ne kemi planifikuar që gjatë vitit kalendarik ne të ofrojmë edhe workshope të ndryshme, trajnime në thojza për shefat, të cilët kanë dëshirë të marrin pjesë, po mund të jenë rritur nëpër Evropë dhe kontakti me kuzhinën tipike nuk ka qenë i madh, dhe përpasoj kanë nevojë që të marrin dije rreth kësaj. Atëherë ne do organizojmë në Tiranë në disa data të ndryshme. Pra do të ftoni shefat nga jashtë të vinë këtu në Shqipëri për të njohur më shumë me traditën, me kuzhinë, me produktet gjithashtu. Ose do të çojmë shefat për shembull në vende si Gjermania apo Italia, që intensiteti është shumë i madh. Ka një numër shumë të madh, domethënë shqiptarë që punojnë në industrinë e gatimit, do organizojmë workshope atje, për shembull 2 ditë, 3 ditë etj. Recetat tipike tradicionale, Sokol, qëndrojnë ashtu siç janë në traditën, autenticitetin e tyre, në tabanin ton, apo futen dhe element, modernizohen? Atëherë, neve kemi ndërtuar një filozofi, e cila ndahet në 2 pjesë, receta dhe prodhimi. Pse? Marrim të parën recetën që është baza e gjithçka. Dhe ne duhet të ruajmë shijen. Çdo shef ka personalitetin e vet dhe mund të ndikojë në formim të pjatës apo në një modelim të pjatës në një formë që ai do, ose të ndjekë teknika të ndryshme. Marrëveshja është e tillë që në fund fare shija duhet të jetë e njëjtë. Pra mos kemi shije që mos jetë gjë e gjëz. Patjetër, po. Është arritur deri tani nga shefat në shtetet që është marrë pjesë. Po, shumë mirë. I kanë arritur recetat që janë përfaqësuar shefat e kuzhinës. Për shembull, duke nisur nga Zagrebi e vazhdojmë tek qytetet e tjera që përmende që janë zhvilluar. Zagrebi ishin djemt nga Shkodra, shumë të aftë. Taf krapi? Po, ata gatuan bile, ishin edhe dromcat që i kanë qef, ata rështnicat, i kishin gatu jashmasimi. Dhe pjesë të Shkodrës, të recetave të Shkodrës, po jo vetëm. Pasi neve që të thash, është edhe kolona e dytë është produkti. Ne duhet të promovojmë edhe produktin shqiptar. Pra prodhimet shqiptare që t'jemi gati që në një çast të kohës, kur kuzhina t'jetë e njohur, ata që do t'interesohen dhe për produktin. Që të thonë të tjerët kuzhina shqiptare, si shtemi në kuzhina interesohen dhe që ndodh, ka 2 mënyra. E para është receta që na vjen, që na ka ardhur nga koha, e dyta është produkti. Ne marrim një produkt shqiptar që është rritur, i jepet shefit kuzhinë dhe shefi kuzhinë ndërton recetën mbi të. Pra krijon një recetë bazuar tek elementet e traditës, krijon një recetë dhe ti në këtë mënyrë promovon dhe një recetë e cila është e re, po promovon produktin. Pra në një farë mënyrë i bëhet një ndihmë e madhe prodhuesve. Në këtë mënyrë edhe shefat promovojnë veten, promovojnë kuzhinën shqiptare, bëhen ata më të njohur, e mbi të gjitha i tregojnë botës se kemi çfarë të themi përmes kuzhinës shqiptare. Qëllimi ky është neve në një të ardhmen shumë të afërt do të bashkojmë të interesuarit jashtë kufive me çka ka prodhuar Shqipëria. Më thuaj pak si kanë reaguar ata që kanë provuar pjatat, recetat tipike tradicionale në vendet në të cilat është mbajtur ky edicion. Ja përvojat që kam qenë prezant vet, ka një reagim. Në fillim është habia, pastaj është shija. Pastaj ka dhe një, sepse shumë prej tyre duke provuar shumë në mesdhe, që mund të kemë provuar kuzhinat ndryshme në mesdhe, gjenë edhe ngjashmëri. Sepse pak a shumë edhe në recetat tona ne kemi edhe ndikimin rajonal. Patjetër që kemi një ndikim të jashtëzakonshëm, otoman. Ndikim rajonal, otoman etj. Dhe
i bën shumë të ndjeshëm ndaj kësaj, pasi në mendjen e tyre kjo gjë nuk ekzistonte deri dje. Dhe ishte si një hapësirë boshe në hartën e tyre në mendje, se nuk kishin informacion fare. Pra kishin informacion për gjithë fqinjet rreth e qark, po për ne jo. Dhe kur arrin që gjejnë aq shumë bollik në kuzhinën tonë, se për fat mirë ne kemi mjaftueshëm bollik, habiten, edhe kënaqje patjetër. Sidomos ka lënë një gjurmë shumë të madhe dhe verat, që ne çojmë me vete kudo që shkojmë. A është vera jonë e vlerësuar aq sa duhet në tregun evropian? Unë nuk di të them si Kemi një janë... verë të mirë që ne çojmë jashtë edhe... Unë nuk di të them se sa vlerësohet, sepse edhe vlerësimi verës nuk është shablon, më kupton, ka verat vlerësohen sipas grupeve dhe kategorive të ndryshme. Po unë di të them që ne tash kemi edhe vera shqiptare që janë hyrë tek linja e verave organike. Gjë që tash në Evropë është një lëvizje shumë e madhe verave organike. Kështu që shpejt, duke qenë dhe tek harta europiane verave organike, interesi do të jetë shumë i madh. Si nuk e kemi enda të kulturën këtu në vendin tonë që të konsumojmë shqip, të konsumojmë produkte shqiptare. Po themi, është verë e mirë, kjo është verë italiane. Patjetër që është verë e mirë, po do vi koha, ka ardhur koha që ne të krenohemi dhe me verën tonë. Patjetër që po, ka disa vite, po duhet pak kohë, e kupton, sepse të gjithë gjërat përsa i përket ushqimit lëvizin pak me kohën, më kupton. Duhet që edhe vetë prodhuesit shqiptarë të verave të jenë çik më të pranishëm në treg, në forma të ndryshme, domethënë le të bëhen edhe pak agresiv. Duhet të bësh çik agresiv, domethënë që ti të jesh në treg. Gjithsesi tregu i restoranteve ka një prani më të madhe se sa njerëzit e përditshëm. Pra ti sot i gjen me rëndom në restorante verat shqiptare. Ka plot. Ndërsa tregu i përditshmërisë pra njerëzit e kanë çik të vështirë akoma. Të ambientojnë dhe të adaptojnë në kuzhinën e tyre, në shijen e tyre. A ka qenë e vështirë t'i bësh bashkë shefat nga diaspora për këtë event të rëndësishëm të prezantimit të kuzhinës shqiptare në këto shtete? Apo një lajmërim dhe janë të gatshëm për të qenë aty? Ne jemi treguar mjaftueshëm jo inteligjent, po strategjik në këtë pikën, pasi vetë formula që kemi krijuar, siç të thash, janë celula individuale. Kështu që gjithë secili prej tyre është vetë kontrollohet në gjithë këtë gjën që kemi ne. Kështu që nuk është nevojë të bësh shumë veta bashk. Maksimumi që do bëhen janë 2 veta, pse është shefi kuzhinës edhe ose një që i çojmë neve për ndihmë. Dhe sa e vështirë ose cila ka qenë sfida në restorantet ku do të gatuhet shqip? Nuk ka vështirësi, është thjesht ka pas vështirësi në thojza organizimi për të organizuar sa më mirë, për të përshtat mënyrën si do të gatuhet me kushtet që ata kanë dhe me dijet që ata kanë. Po ne thash kemi zgjidhur shumë thjesht. Çojmë një shef kuzhine nga Shqipëria, 1 ose 2 sipas numrit që ka ai dhe gjithçka mbyllet, mbaron. Produktet vijnë nga Shqipëria aty? Shumica atyre që nuk i gjejmë dot në... Që janë tipike të traditës tonë. Por që të thash, që janë brenda ligjeve të Komunitetit Evropian. Pra ne nuk eksportojmë dot bulmet dhe mish. Kështu që gjërat e tipo nuk është s'është ndonjë halli i madh, kupton, sepse në vendet që ne kemi rreth e qark, apo në vendet e Europës ka një nivel lëndë të parë, domethënë eksporti që vjen dhe nga vendet rreth e qark Shqipërisë, që kanë ngjashmëri shumë të madhe, siç janë bulmetrat apo sa për mishin ose ne kemi njohur shumë histori të suksesshme të shqiptarëve, të cilët e kanë nisur nga zero, ama sot janë pronar të restoranteve dhe bizneseve mjaft të njohura dhe në zona shumë të mira të qyteteve të mëdha të Europës. Ka bërë përshtypje kjo gjë gjatë kësaj kohe në këtë platformë, duke i kërkuar shefat, duke i njohur ata dhe duke kuptuar se çfarë fuqie ka pas shqiptari për të arritur suksesin. Unë edhe për shkak të punës, edhe për shkak të aktiviteteve që ne kemi bë gjatë viteve, kam arritur të dalloj, domethënë se sa i madh është numri atyre shqiptarëve që drejtojnë restorante.
jo vetëm shqiptarë brenda territorisë së Shqipërisë, domethënë hartës politike të Shqipërisë, po ke shqiptarë të Maqedonisë, ke shqiptarë të Kosovës, ke shqiptarë të Malizi, janë kudo. Deri dje mund të kenë qenë pak të fshehur nën petkun, po patjetër. Po pse të fshehur? Të fshehur nën petkun që thonin nga që bënin kuzhinë italiane, bënin restorante italiane dhe thoshin që jemi italian. Sot sa vjen më shumë ai numër po bie dhe të gjithë po. Pra ti shkon në një restorant luksos që gatuhet aq mirë dhe kupton aty rastësisht që pronari është shqiptar. Unë më ka qelluar edhe në vende të tjera, edhe në Spanjë për shembull, një restorant mjaftueshëm prestigjioz, domethënë në Madrid. Shefi sallës ishte shqiptar, shefi kamarierëve ishte shqiptar. Kudo, janë shumë të aftë. Ne përveç shefave tash po krijojmë dhe një rrjet dhe me drejtues për shembull të sallave ose sommelier, të cilët shumë shpejt domethënë do të organizojnë edhe përveç gatimeve, do të kemi edhe degustime verash në vende të ndryshme të Europës, ku sommelierët shqiptarë do të organizojnë, do të marrin prodhimet që këtej dhe do të organizojnë këto. Po. Ky është viti i parë i organizimit i këtij edicioni të jashtëzakonshëm të kuzhinës shqiptare. Si e mendon pas disa vitesh, duke organizuar, duke promovuar kaq shpesh në këto vende kuzhinën shqiptare? Në çfarë dimensione shef më pas gastronomin ton? Në këndvështrimin ton, pra ato pritshmëritë që ti ke. Pritshmëria jonë është kjo që është e ndërsjellët, pra me atë çka ne po bëjmë jashtë, po mos harro edhe këtë tjetër me numrin e këtyre që vinë në Shqipëri turistëve. Ç'a ndodh tash? Ndodh që ky numër i madh i turistëve që vinë në Shqipëri dhe provojnë, kush më shumë, kush më pak në restorantet që ka në Shqipëri kuzhinë tradicionale, kur kthehet në vendin e tij, fillon dhe interesohet. A ka në vendin ku ne jetojmë një kuzhinë shqiptare se e kemi provuar në Shqipëri? Në çastin që ne krijojmë këtë rrjetin dhe këta shefa kuzhina apo pronarë restorantesh identifikohen si të tillë në platformë, sot është shumë e lehtë që të gjendet kudo. Kështu që me kohën këta përveç një dite, qëllimi jonë është që këta dhe gjatë vitit në menut e tyre të kenë 1, 2, 3 zgjedhja e tyre, domethënë receta shqiptare. Dhe kjo do bëjë që kjo është shumë mic njerëzish që janë këtu në Shqipëri, shkon atje, kërkon kuzhinën shqiptare dhe bëhen në një farë mënyre është një benefit për ata që i kanë këto restorante. Si do që këtu ke restorante italiane, restorante dhe duke bërë ne të mundur edhe promovimin dhe të produkteve shqiptare, të mundshme që mund të jenë eksporti. Ka dhe një rritje, është një lloj zinxhiri që kërkon një kohë dhe hapa të matura që mos bëjmë gabime në. Dhe kjo është arsye që unë po thonë në fillim fare që ne përpiqemi që dhe shefat kur shkojnë që gatuajnë të ruajnë identitetin e pjatës të shijes. Të mos e tjetërsojnë ato. Se do kishte një përplasje pasaj, ai turisti që kishte ardhur në Shqipëri, do e provonte, do shkonte atje, nuk do gjendet një gjë. Kjo është ai gabimi që të duket sikur fillimisht nuk dallohet, po me kohën bën një dëm të madh. Shefat që janë të interesuar që janë bërë pjesë e kësaj platforme janë kryesisht të rinj? Po. Në mosh? Janë të gjithë të rinj në mosh. Dhe është interesante, se vjen nga baza, nga familja, tradita, produktet. Sepse atyre i është, atë bënën qik edhe largësia që mund të kenë pas me Shqipërinë. I kanë kujtuar, ka një nostalgji, i kujtohet ajo pjata e ngrohtë të serviru nga gjyshja. Mos harrojmë dhe këtë tjetër që në këto vitet e fundit, nga qa kemi dëgjuar dhe në përvende ndryshme të Europës, niveli me të cilën flitet për Shqipërinë, për pjesën edhe pjesën turistike, po dhe pjesën e mikpritis e tjerë është në nivellet mira. Kështu që dhe ata pa ndonjë problem të madh e shfaqin veten si të tillë dhe duhen të bëhen pjesë e kësaj. Dhe kërkojnë shumë. Ne tash po bëjmë dhe një përveç drekave apo darkave, po xhirojmë recetat shqiptare, të cilat do të hidhen shpejt në një link që ne do kemi ose të webit ose në YouTube, ku këta shefa shqiptarë që mund mos ta kenë mundësinë as të vinë për arsye të punës, ose mund mos bëhen dot pjesë e workshopeve që do bëjmë ne. Po recetën mund ta regjistrojnë. I gjen recetat shqiptare, i gjen aty me emërtim produkti, me recetë të saktë,
me shef kuzhine i cili flet, tregon histori, nuk jo pra thjesht nuk është një demonstrim, por është dhe histori, është dhe produkti që flet. Ne jemi munduar që të zgjedhim për shembull për çdo gatesë shefin e kuzhinës nga origjina e gatesës. Pra nëse gatuem recetat Vlorës, gatesat Vlorës, marrim një shef kuzhine nga Vlora. Dhe ishte më e mira, po. Ashtu e kemi bërë deri tash. Kemi lista e shefave që presin të vinë të regjistrojnë recetat, është mjaftueshme e gjatë. Kështu që shumë shpejt, domethënë në mbarim të muajit nëntor do fillojnë dal nga dal të hidhen edhe videot e para. Në faqen tuaj të Alpshef. Më thuaj pak në aspektin profesional, sa të përmbush kjo iniciativë, kjo nismë e bukur, duke qenë se ke kaq vite që merresh me kuzhinën dhe promovimin e saj, është dhe një lloj krenarie për ty si shef kuzhine? Unë do të them vetëm një kështu një hollësi të vogël. Vjet në Spanjë ishte një tavolinë diku ke 16 metra e gjatë, ku ishin gjitha gatesat, dhe një tavolinë tjetër ku ne kishim nxjerr vajrat e ndryshëm të ullirit që kishim marrë që këtej për t'i provuar njerëzit. Dhe unë di të them që në fund fare, në fund të gjithë drekës, kishte ngel një pjatë e vogël kaq me ullinj, që nuk ishte ngrënë. Kështu që ishte një është një lloj kënaqësie edhe një lloj ambicie profesionale që ti sepse edhe njerëzit të qasen në një formë tjetër. Sepse unë jam i mendimit, duke qenë se mas 30 e kusur vitesh në këtë fushë, ti arrin të njohësh mendsinë e një kombi apo mënyrën apo kulturën dhe nga një pjatë që të ofrojnë, në mënyrën se si e drejtë, sepse e tham që në fillim që ushqimi është histori, është histori, është kulturë, dhe ti nuk e nevojë që të kesh qenë kurrë në atë vend, por që të shikosh mënyrën se si ata gatuhen ose llojet e ndryshme, aty e kupton kulturën, mikpritin apo shumë bukur fort. Shumë sukses, e cili është shteti radhës që do të gatuhet? Shteti radhës është Madridi prapë. Madridi, në cilën Pastaj janë me radhë është Zvicra, kemi lart në Cuneo, Rom, Athinë, Hollandën e presim akoma. Kështu që janë disa. Super, shumë sukses dhe shumë sukses dhe të gjithë shefave. Ne jemi drejt fundit, kështu që nuk do doja të përcjellja, duke qenë se i përket fushës dhe aq më tepër që promovojmë kuzhinën edhe në kuzhinën tonë përmes Albanës, sot gatuar dhurata, por promovojmë kuzhinën shqiptare, tabanin shqiptar. Dhe kur ndjejmë një lloj kënaqësie ne, që në këtë Shqipërinë kaq të vogël të ruajmë traditën dhe tabanin, imagjino ju që këtë kuzhinë keni çuar anë kënd botës. Shkojmë të provojmë recetat tona bashkë me Sokol Prengën. Shpresoj të jenë gati dhurata, si thua? Po përmbysim kekun. Aty si për ja vendosim? Duam pak atë lakrorin. I thash Sokolit që do kemi përgatitur lakror me arme. Me lakër arme nga zona e Korçës. Dëgjova dhe llapin turshi, kështu po s'm pëlqeu fare. Ja më mirë arme. Arme është e jona. Vetë kë kuzhinë preferon nga... Unë preferoj gjithçka që ma vjen para në pjatë. Cila është pjata jote preferuar e kuzhinës shqiptare? Të gjitha? Nuk kam, unë ha... Po ka një gjë që të treq më shumë, një që të ngacmon më shumë, një që të kujton fëmijërinë. Unë jam rritur nga një nënë që ka qenë gjysmë Berat, gjysmë Korç. Pra tjatin e ka pas nga Berati, tjemen nga Korça. Një ndërthurje interesante. Interesante dhe ushqeheshim mjaftueshëm mirë. Do të thënë, mu pjesa që kishim nga kjo pjesë e Korçës më pëlqen dhe jashtëmase shumë. Dhe ime më sa herë bënte për shembull një byrek në shtëpi, çai ngeli petet e vogla ose bënte edhe një lakror se nuk rrinte dot. Se nuk jeni asnjë në kuzhinë. Se rrinte dot dhe bënte një tavë vogël lakror. Të shohim pak, se është pjekur, bestoj, o ta lëmë që të pulloj. Edhe pak tradicional. Me tetët e hapura vetë, se ka një... Edhe pak kara. Një debules për ëmbëlsirat, se dihet për pastiqerët, shefat e kuzhinës dhe që e njohin kuzhinën me detaje të imta. Patjetër, kështë nxehtë kjo? Jo, po e marrim kështu siç është. Pra, keku me karota, me ara, me rrushë të thatë, me lakër arme. Me karota. Është e këndshme, është e lehtë. Servirim edhe qiqrat, sepse e solla Sokolin për të përfunduar më tepër dhe për të treguar të përfunduar. Unë do t'ju këshilloj që sa më shumë qiqra të promovojmë, aq më mirë do ishte. Po, sepse njerëzit, jo, neve unë i ha personalisht shumë. Po janë shumë të shëndetshme. Janë shumë të shëndetshme. Në një botë që përballet me obezitetin, me kolesterolin e lartë, kanë shumë fibra, proteina, bimore. Kështu që janë mëse të shëndetshme dhe integroni në kuzhinë, në formën e gjellës, sallatës,
Bukës me qiqra. Edhe bukës me qiqra, që unë mbaj më të bukën me qiqra ka qenë një spektakl. Në për dasma, me që se më thede nga Korça, kare pogaçe e madhe me qiqra, e pyeta dhe dhuratën, faktikisht, a vazhdon ajo tradita, apo ka mbetur... Ose që ishte edhe qahia Gjirokastrës me qiqra. Super. Faleminderit që na i solle qiqrat. Mjaftueshëm është. Ne shkëputemi për publicitet tani. Do dojsh ta japësh pak... Ja, kaq. Ja, më kaq ishte. Të këndshme, faleminderit Sokol, shumë suksese, faleminderit dhurata, përgatimet e sot, me ka publicitet rikthehemi me Bëje Vet me Stella Nikollën. Ju përshëndesim, mirë se erdhët në Bëje Vet me Stella Nikollën. Kënaqësi që jemi këtu, Stella. Kemi dy produkte ose dy ide për flokët e shëndetshëm, gjithmonë me produkte natyrale, kështu që vëmendje dhe mbani shënim. Një shampo me sodë dhe një balsam me uthull. Molle. Edhe me vajra esencial, po do t'i tregojmë në detaje. Atëherë, duke qenë që tani fillon pak ajo kujdesi për flokët, për fytyrën, sepse ri më shumë në shtëpi dhe kemi më shumë kohë për të kujdesur për veten tonë. Unë kam menduar më shumë se sa një shampo, një pastrues për skalpin, për flokët që s'duam i marrim ato shampot me kimikate, si që quaj unë, sintetike, që janë në tregun. Sado që kanë element bimor, të gjitha këto me radhë, ato elementët dëmtuesi kanë brenda. Kështu që njërë në javë do ishte mirë që pse jo mos përdorim një shampo komplet me produktet që kemi në shtëpi. Duke nisur nga atëre, fillojmë direkt, kemi sodën e bukës, kemi ujin e pastër. Çfarë nënkupton uji i pastër? Thjesht ujin e kemi zjerë, është larguar ai klori që kemi aq merak kur lajm fytyrën, trupin, flokët, s'duam i marrim ato element të padëshirueshëm. Kemi dhe vajrat esencial. Unë këtu mund të përdorim vaj lavando, unë kam marrë vaj bajamesh, është shumë ushqyes, dhe po ta shikosh, soda e bukës është gryerse, dhe sigurisht që zonja do thonë që si mund të përdorim për flokët sodën e bukës. Është gryerse, por shampot që na janë në treg dhe ne i përdorim ditë për ditë, na i prishin atë pH-in e flokut të skalpit. Soda e bukës vetë është alkaline, ka të aciditetin atë gryersen e vetë, pH-in. Neve tani, thjesht pH-i kokës është dëmtuar. Me sodën, këto arrin të dyja një ekuilibër. Dhe ne të mundojmë ta çojmë te 5.5 është idealja. Meqense përmend ato elementet kimik, se kam nxjerrë një studim, bashkë diskutuam pak më herët, është një studim që tregon se gati mbi 10.500 përbërës kimik përdoren në produkte të kujdesit personal dhe shumica atyre nuk janë dhe të testuar nga FDA-ja. Kështu që është e rëndësishme që her pas here sa kemi mundësi të përdorim produkte natyrale pa kimikatë. Si përdorim atë pastrimin e trupit, të zorve, pse jo mos përdorim dhe pastrimin e skalpit të flokët. Kështu që mos të vonohemi, Niki, marrim sodën e bukës. Ujë të zier edhe vajra esencial, mund të jetë vaj livandos, mund të jetë vaj limonit, mund të jetë vaj sherebelës. Jo, nuk do thosha vajin e limonit për flokun, sepse kemi sodën që është gryerse, kështu që duam ato vajrat esencial që janë ushqyes. Jo, e kisha ndoshta te lloji i flokut, sepse mund t'ja ndajmë shikuesve flok të ndryshëm. Atë do ta përdorim, sidomos për vajrat dhe cilësitë e tyre, kur të përdorim mbas shampos kemi atë balsamin, ushqyerjen e skalpit të flokëve. Kështu që aty mund të përdorim shumë lloj vajrat të ndryshëm. Edhe sipas aromës preferuar. Po, sigurisht. Të gjitha janë ushqyes, janë shumë të mirë. Kështu që nuk do hedhim shumë sodë buke, unë hodha vetëm një lugë të vogël, do hedhim ujin, uj do hedhim me sy sa ta shikojmë që ajo do shkrihet, dhe mira është që ta hedhim në një kontenitor shishe, dhe jo si po e trezoj unë tani me lugë, po thjesht e bëjmë një shekit, një lëvizje të shishes që të shkri sa më mirë soda e bukës. Të mbetet aty vetëm ujë. Po, vetëm ujë, edhe do edhim dhe unë kam marrë vaj bajame, kam shumë qef vajnë e bajames. Shtojmë disa pika të tilla, vaj bajame, në këto e kemi në formën e sprej. Dhe e trazojmë. Tani, mos pretendoni që do kemi atë shkumën klasike të larjes së flokut, që nuk ka, por që floku lahet 100%.
Të e masazhojmë. Do të masazhojmë edhe skalpin. Skalpin, edhe floku lahet. Tani varet gjithmonë nga gjatësia e flokut. Për flokun tim duhet shumë pak, kurse për flokun tënd duhet edhe më tepër. Skalpi është i tillë që është njësoj ajo do rishkas lëkura edhe te flokët. flokët, sepse soda ka një veti shumë të mirë që i jep shumë volum flokut. Edhe ne atë volumin e duam, na mungon çik, shampo mund na jap rezultat për atë gjysmë ditën e parë, po pastaj duket sikur nuk i kemi lar fare. Kurse kjo e mban goxha të freskët, goxha me volum, i jep shkëlqim. Ndikon dhe tek yndyra për flokun me yndyrë, Po, për papastërtitë, ajo është për kryesorja, mbetjet. i largon komplet gjithë papastërtitë e skalpit, zboksin, por që gjithmonë e përsëris duhet jemi të kujdesshëm. Jo më shumë se një herë në javë ta bëjmë këtë pastërim Për shkak të pH-it, sepse është shumë alkaline. sepse soda e bukës e ka. Na ndihmon shumë vaj esencial, sepse ai e ushqen, e qetëson atë skalpin, ndoshta kjo soda e bukës krijon dhe një si tip skrabi në flok, në kokë. Ajo që ne na del ditë për ditë zboksi, kjo e largon menjëherë. Edhe zboksin. Jam e sigurt që mikeshat tona do kënaqen shumë. Provojeni një herë në javë një përzierje sot, ujë dhe vaj esencial, livando, bajame, çfarë do doni unë, Mendoj që këto i gjejmë në shtëpi, i kemi të gjitha produktet. Pastaj, pasi kemi përgatitur shampon, e kemi larë kokën, do kalojmë te balsami, për të mbajtur të butë të shkëlqyer. Ka shumë zonja që e përdorin balsamin, kanë shumë zonja që nuk e përdorin. Më rastisi në një diskutim me mikeshat e mia dhe kishte shumë shoqe të mia që nuk e përdorin fare balsamin. Por që unë jam me ati mendimi që her pas here duhet ta përdorim. Pse jo kur kemi një balsam natyral, që ka vetëm ajo është kryesorja, ajo është përbërës? vetëm 3 përbërës dhe kjo, kemi uthullën e mollës, kemi ujin e pastër prap, po, edhe të gjitha vajrat esencial. Sipas preferencës. Do të zgjedhim menten për shumë kohë. Sherebelën, menten, bajame, dafinën, çfarë të duash. Tani për të gjitha llojet e flokëve kemi rozmarinën dhe sherebelën, që është kryesorja. Atëherë pa humbur kohë, marrim uthullën. Edhim 2-3 lugë të vogla, bashkë me ujë. Me ujin. Dhe një nga vajrat, jo, do të hedhim të gjitha. Të gjitha vajrat. Do t'i përdorim nga një pikë për secilën. Rozmarinën për shembull. Çfarë vaj kemi në shtëpi e hedhim. Flokut dhe bëhet një miks aromash aty tani. Po. Me këtë përzierje, meqense më thonë që jemi në fund fare. Me këtë përzierje do ta spërkasim flokun. Do ta spërkasim flokun, do ta lëm 5-10 minuta, edhe mos u trëmni sepse nuk do ta shplajm flokun dhe u asiguroj që floku do jetë i thatë, pa yndyrë dhe do jetë ai i butë dhe me shkëlqim. I butë dhe me shkëlqim. Pra edhe një herë ujë, uthull dhe vajra esenciale për një balsam dhe zbutje natyrale të flokut, plot shkëlqim dhe të shëndetshëm. Faleminderit për recetat natyrale që na sjell gjithmonë në rubrikën tonë Bëje Vetë, do t'i keni edhe në kanalin tonë në YouTube. Unë ju përshëndes, kalofshi bukur ditën e sotme.